një djali prej atyre më pyet, a ju jesh ky knusja? Edhe i thash, po, i joni është kënduesi. Për qeshin ato ndryshime, do më thonë, kur si ke kuptua, kanë qenë... Shiko, ka pasur momente komike që kam ngelur. Po pastaj më pas kur e kam kuptuar dhe do me thënë kam qëndruar pak, e kam parë që ka bërë sens. Ajo që ka thënë. Për shembull, për shembull, sa kisha ardhur, nuk ishte një javë apo dy dhe një djalë i vogël në obor. Nga që kishte shumë njerëz brenda, unë akoma nuk ambientohesha me shumë njerëz, me ato vështrime, me pyetje, me prekjet. Më kupton? Shumë e re. Edhe dola për një moment në obor edhe ishi po loznin një 2-3 fëmijë që kishin ardhur me musafirët. Edhe sigurisht që në obor kishte pula, një gjel. Edhe një djali prej atyre më pyet, a ju jesh ky knusja? Edhe në për momentin ngela. Po pastaj mendova që ishte shumë me drejt pyetja, sepse knuesi vjen nga kënduesi dhe ai që këndon, që ishte gjeli. Edhe i thash, po, i joni është kënduesi. Do me thënë, bëjnë sens fjalët. Në këtë rast ishte shumë e thjeshtë ta kuptoje që bëj fjalë për gjelin, po ka pasur shprehje ndryshme për shembull që kanë qenë, sepse jemi real. Në zhargonin tonë të përditshëm ka fjalë tuaja, ka barbarizma që kanë ngelur nga turqishtja, kanë ngelur në Shqipëri për shembull territorin ande nga italishtja, këtej kanë ngelur nga slavishtja. Është fal pushtimeve të shumta që kemi pasur, por që mendoj që janë gjëra banale, thjeshta që kalojnë. Kënga kuptohet më bukur. Po. S'ka nevojë për zhargon. Po mas piti flet konga. Po mirë, hës, me të pyet ty, pre që jeton Enkeleda këtu te na. Apo ke problem ti kur po flisni për naj kong, ke me thonë të me bëu si të Kosovës, ti me thonë të me bëu si të Shqipërisë. Jo, ne në këtë pikë nuk kemi probleme dhe gjërat me E mora shembull kongës edhe në debat. Në debat s'kemi, në debat kemi vetëm kur jemi në herë në një sebeb, në një gzim familjar për shembull. Pse shkoni kështu me nejt, te njëri tjetrit shkoni me nejt? Po, rrim, po do të tregoj vetëm atëherë mërzitemi nga një herë kur jemi në punë, po kështu kur diskutojmë nuk kemi probleme. Jo, edhe pse fol kjo. Kur jemi në punë çohet një dasmës atë thot, mbaj thot se duk të këngë. Unë i bikse e mbyll, them po do këtë. Po prit thot ta mbaroj unë herë thot, po ai ka qef këtej them unë aty nervozohet Engeleta. Sigurisht që Përshëndetje. Mila tjeta. Monito. në emisionin kim. U e di. Faleminderit. Se kesh tu e këshyre emisionin për shpiç aty. Po çaja ka nga çamëri. Shqyty që Mitrovica largë. A për në shqyty që Mitrovica largë unë isha njëherë. Po thash hajtë vite muni në emision para se me shkua. Ma mirë. Ja, muni, jo marë mua në ku. Ani veç ma ka dole pak se në tranove. Po kur e thua me nga dalë nuk është ankesa do... Po na i na mësush të mon ku ka dole. Tregoj! Jo, na jemi me desh. Hajdesh me shku për Mitrovic, po erdhi me na morë edhe neve. Po, Çfarë ankesë kisonte? neve si popull edhe ankesat i kemi ma të buta, por ata s'na pranohen. Bërtit, shpreh.